të qartë, momentalisht janë dy grupe që janë tu angazhu për të njëjtën çështje për çështë rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, është grupi të cilin e përfaqëson edhe është një grup tjetër qytetar. Protestën e kanë thirrë grupi tjetër që është më 5 prill, që është të shtunën prej orës 15, edhe ata kanë mbledh te sheshi Skënderbendon, se na nuk kemi pjesë e atij organizimi, kështu nëpërmjet kësaj studio edhe për me hapë emisionin i bëj ftesë krejt qytetarëve me u bashku dhe na kemi me qenë aty, son mendoj që sa më shumë prej nesh që jemi në secilin organizim që e kundërshton rritjen e çmimit të rrymës është qaq ma e rëndësishme edhe qaq ma shumë u bu presion, ata këna më i pa që ekziston një shpresë me u trek prej vendimit të tyre. Ndërsa grupi që unë e përfaqësoj prej kur e kemi thirrë takimin e parë i cili ka qenë publik për të gjitha grupet, individ, qytetar, studentë, punëtor me u bashku, na kemi fillu me një seri të aksioneve për me i bu presion zëres për mos me marrë vendimin për rritje 15% të çmimit të energjisë elektrike. Çka na e pam është edhe dje dhe sot, na ishim të zyret të zëres, dje arritëm me i bloku hyrjen e zëres, ku disa antar të stafit nuk u lejun me hy, edhe ku e thërën policin për me ndërhy, edhe policia ndërhyri ku i arrestoj 12 aktivist të iniciativës asnjë. Dhe ju mendoni që kështu në këtë mënyrë do të arrini me presion, ndryshoni vendimin? Mimo që është shumë e rëndësishme është të e pa historikun e zëres edhe mënyrën se që kanë marë vendimet. Na e shumë kështu, nëse kthehemi vish pak kështu në prej vitit 2021, kur kanë fillu reduktimet, edhe kur këta kanë paralajmëru rritje të çmimit të energjisë elektrike, në vitin 2022 është rrit çmimi i rrymës, po qeveria ka vendosur me i subvencionu 100 milion euro për një kompani private që është Keci. E në qatë dimër, qytetarët e Kosovës nuk e kanë ndjefur rritjen e çmimit, se çajo rritje që jo është bakë, kështu e ka mbulu qeveria, prapë është mbulu me pare tona. Njëjtë ka ndodhur një rritje tjetër në vitin 2024 dhe prapë tashna, ku jemi vitin 2025, Keci është të lypë me u rrit 15% çmimi i rrymës, edhe me të vetmen arsye, me rujt profitin si kompani. Deri në vitin 2022 na e dina sa ka pas të hyra dhe të dalja Keci, 2 vitet e fundit ta nuk e dina sa ka fitu Keci dhe çfarë të hyra generale Ka qarkullu. Po, është rëndësishme është që na prej momentit kër jemi angazhuar, kemi pa që në fillim, kryeshefi i bordit të zëres, dule dhe na tha, dini shka, nëse ju nuk e gjeni rrymën ma, nëse e gjeni ma lirë, dilni edhe blejeni vetë. Do më thonë, dilni tha pak si pazar dhe merë në rrymën se qysh ju konvenon. Prej presionit publik që ndodhi, një avresht, pe grupit tonë, pe grupit tjetër, për këtë qytetarëve që janë të revoltum, na e pam që a i dull edhe na tha veç pak ka dalin se nuk është marrë halja vendimi edhe na të shohim se qëfar vendimi po marim edhe i kemi hap e-mailat edhe jemi të hapum për sugjerime prej se cilit edhe se cilës prej jush. Të e pa komplet që të zbra cjelit të theme dhe të e pa komplet revoltën qytetare që është, nëse ti flet me se cilin edhe se cilin, na jemi të bindun që zëreja dhëtë me u tërhek prej vendimit. Edhe dje, edhe sot na jemi kom para zyreve të zëres, dhe na kemi me qenë para zyreve të zëres, deri so ata të marim vendim për mos me rritë çmimin e rrymës. Kemi përdor krejt mjetet demokratike që i kemi në dorë. E nëse ata vish kështu marin vendim për me rritë çmimin e rrymës edhe për 15%, se ky 15% që themi është minimumi sa ka me u rritë, se tu e marë parasysh tarifat të cilat janë ka me shku edhe ma shumë, na kemi më ullë dhe me analizu metoda tjera që i kemi në dorë për me zbrasë. Për koreksin dhe i publiku duat bëj të ditur se ka më tepër se një javë që ne kemi insistuar që drejtuesit e zëres na japin mundësim për një bashkë bisedim, një intervist për të kërkuar sharime për gjitha këto dhe për gjithë debati në fakt që është bërë tash e sa javë për pas paralajmërimit se do të ketë rritje. Zoti Rafuna, qytetarët aktiv po protestojnë, bizneset nuk janë të kënaqura, si do t'i kanalizoni ju pak kënaqësitë e juaja, do t'i bashkoni edhe ju protestës, apo keni ndonjë mënyrë tjetër se si do ta kundërshtoni paralajmërimin që një pjesë e bizneseve vjen të dalin në treg të hapur? Po, ne, sa i përket bizneseve, vendimi është, ose njoftimi i zëres është që preni qëshori duhet të dilën në tregun e hapur, bizneset të cilët kanë të punësuar mbi 50 punëtor, apo që kanë qarkullim mbi 10 milion. Ne kishëm një takim qysh ditë e para me zyrtarët e zëres, ku bizneset ishin afër 100 bizneset të cilat ishin prezent dhe patëm një bashkë bisedim me zyrtarët e zëres dhe të gjithë ishin një zëri që po na do dalim në tregun e hapur, se është fakt që edhe vendet tjera i kanë vendosur bizneset në tregun e hapur, mirë po
nuk është momenti dur dhe kushtet tani nuk janë që bizneset tona të dalin në tregun e hapur dhe kërkesa e bizneseve ishte që të shtyhet së paku për një vit, më së paku për një vit, në mënyrë që biznesi të përgatitet dhe të dalë në tregun e hapur. Ligji i cili është sjell për të nxjerrë bizneset në tregun e hapur është në vitin 2017. Në vitin 2017 është shtyr një herë, më pas ka ardhur koha e pandemisë, është arsyetuar me pandeminë dhe nuk është sjell ndonjë njoftim ose nuk është marrë ndonjë njoftim tjetër që me kalue në tregun e hapur. Dhe tani pas përfundimit të zgjedhjeve, domethënë në fund të muajit shkurt apo fillimi i marsit, të nxorr vendimi prej zyrës që mi njoftu bizneset që brenda 3 muajve ju duhet të dilni në tregun e hapur. Dhe thoni që kjo një farë forme është pak arbitrare, ju kanë zëmë pa përgatitur le të themi, megjithëse ka qenë ligji në fuqi nga 2017, po për faktin që është hesht, nuk është bërë presion, është konsideruar që nuk është koha e duhur që të merret ky vendim? Po, pikërisht këtu nuk ka pas një dialog me biznesin për me marrë edhe mendimin e biznesit, për me përgatit biznesin, se duhet përgatitet biznesi për me dalë në tregun e hapur. Dihet që bizneset, kontratat, se këtu shqetësimi më i madh joni është sa i përket prodhimtarisë. Janë 197 kompani të cilat prekën drejt për drejt, të cilët janë prodhues. Dhe gjitha kontratat të cilat i kanë për shitjen e mallit, qoftë brenda, po qoftë edhe jashtë, janë me afatin minimal një vjeçar. Dhe tani, sipas analizave dhe danave që vetë biznesit i kanë dhe kanë hulumtuar nëpër bursa të ndryshëm, sot nëse blehet energjia në tregun e hapur pe furnizuesve që ofrojnë këtë produktin, është 50 deri 100% më shtrenjtë se sa që janë duke bler nga keci apo siç e quajmë na nëpërmjet çmimit të rregulluar. Dhe kjo ka efekt drejt për drejt në shpenzimet operative të biznesit dhe ndikon drejt për drejt në shtrejtimin e produktit të cilët janë duke prodhuar, që padyshim fund i faturohet konsumatorit për arsye se konsumatori ka me ble atë produkt. Dhe këto vendime me që vinë në të njëjtin moment, si të koordinuar kështu. A thoni që janë të qëllimshme, meqense pra krijohet një situatë kontradiktore. Po dilet në tregun e hapur, gjithë furnitorët tjerë janë më të shtrejtë se keci. Në anën tjetër qytetarët ankohen se keci po fiton shumë, po paguajmë tarifa shumë të larta. Pra janë dy situata që krijojnë kontradikt. Po, është e vërtet. Pse kanë ardhur të dyjat në një moment që tu thuhet qytetarëve, shikoni po i rrisim për 15% se ja që krejt furnitorët tjerë e kanë çmimin më të lartë rrymës, apo është rastësi pse vijnë këto dy vendime? Nuk besoj që është rastësi, nuk besoj që është rastësi, zyrtarisht nuk kam ndonjë dhënë, mirë po të çon taj drejtimi me dyshu se kërkesa e kecit ka qenë për 35%. Sipas nëpër mediat që kemi pa, sipas informatave nëpër mediat që kena marrë. Dhe tani vihet deri te zbritja në 15%, pe 35%, 15%. Po çka të bëjmë? Se kur është propozuar 35% çmimi, nuk ka qenë ideja që bizneset me kalon tregun e hapur. Por sikur se kjo është si një farë formë pak kushgjet si një mundësi që me shku me 15%, po me largu edhe bizneset prej çmimit të rregulluar, me qitë në tregun e hapur. Sido që tjetë, kërkesa e biznes, ne i kemi inicu të Ministria e Ekonomisë, të Ministria e Financa, po dhe të zyra e Kryeministrit, kërkesën që me ullë dhe me bisedu me zërej, se zëreja nuk është